Besimtarët bektashin nga i gjithë vendi janë mbledhur në pelegrinazhin e përvitshëm në të qenë e Babarushit Tolles në Strikçan të Bulqizës, një vend që prej dekadash mbetet simbol i besimit për kushtimin dhe traditës shpirtërore të këtij besimi. Rrugët drejt Teqes u mbushën me pelegrinë të ardhur nga zona të ndryshme të vendit, por edhe nga diaspora. Ata u drejtuan drejt këtij vendi të shenjtë për të kryer ritualet, për të lutur dhe për të kërkuar mbarësi në jetën e tyre. Besimtarët ndan mesazhe tolerancë, dashurie dhe bashkëjetuese, vlera që përbëjnë thelbin e kësaj rrugë shpirtërore si një ritual i përvitshëm. Kryesorja për ne në gjakun tonë është që të mbajmë lart emrin e Babarushitit, që të jemi njerëz të përkushtuar me kulturën që vërtet na takon për të nderuar gjakun e tij. Kemi ardhur për të përkujtu kërshëndor të madh Babarushitin, një madhor që e dim që edhe atje ku është sot është si atë ditë që ka vdekë. Si mos gojdanave, është një shëndor i madh. Kjo është një ditë shumë e shënuar për zonën, por për mua shumë e rëndësishme, sepse unë sot për sot që unë jam gjallë, jem njëri më i afërt i Babarushitit. Kjo është pasuesi i Baba Jasharit nga mosha, janë njëri mas tjetrit. Dhe bile unë ku kam pa, më ka shumë keq që ka hikë në moshë shumë të re, 50 e pak vjeç, Babarushiti. Është njëri pa, ka lënë vepra. Mos ishin këto veprimtari, njerëzit do hallakate ishin krejt, do kishin as njohje, as një zjan, dhe ishin kot në këtë botë. Jam shumë i gëzueshëm që ky pelegrinazh filloi të bë për vjet. Edhe falenderoj të gjithë ata persona që e ngritën Babarushitin e Baba Jasharin edhe i punën vendin e vet. Figura e Babarushitit është simbol i drejtësisë, paqes dhe mirësisë. Ky pelegrinazh tashmë i kthyer në një ngjarje të rëndësishme për komunitetin, pasi jo vetëm që ruan dhe përcjell vlera shpirtërore, por edhe forcon lidhjet mes njerëzve, e bën fshatin Strikçan të Bashkisë Bulqizë një pikë referimi për besimin dhe traditën në këtë zonë.